Një tjetër moment me tension dhe humor është regjistruar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku protagoniste u bën Gimbo, Selin dhe Mateo. Pas vendimit që Gimbo të largohej nga ambienti i shpellës dhe të kalonte në pjesën tjetër të shtëpisë, ai ka vijuar të komunikojë me Selinin përmes derës ndarëse. Gjatë një bisede të zhvilluar sot, pranë Selinit ndodhej edhe Mateo, çka solli batuta dhe replika mes tyre. Në një moment, pas një situate të vogël me derdhjen e kafes, Gimbo ju drejtua Mateos me një shprehje të ashpër në formë shakaje, duke thënë se do t'ja thyej kokën. Menjëherë më pas, situata u zbut me tone ironike dhe të qeshura nga të pranishmit. Biseda mes Gimbos dhe Selinit vijoi me nota flirtuese, ku nuk munguan as shprehjet e afërsisë dhe deklaratat spontane. Në fund të replikave, Gimbo i tha Selinit të dua, ndërsa kjo e fundit reagoi e habitur, duke kërkuar sqarim për fjalët e tij. Momenti është komentuar gjerësisht në rrjet, ndërsa dinamika mes banorëve vijon të prodhojë situata që tërheqin vëmendjen e publikut.